Ndodhet 1000 metra mbi nivelin e detit, por jo shumë larg rrugës nacionale Maqellare Peshkopi. Fshati Popinar është ndër ato fshatrat që jetohet vetëm me bujqësi, por nëse në zonat fushore përdoren mjete agregate, në Popinar toka ende punohet e lëvrohet me kafsh. Ilir Turshilla shprehet se bujqësia është vetmja mënyrë për të nxjerrë të ardhura ekonomike. Ai është bashkë me familjen e tij duke shkulur patatet sezonale, për të cilat thotë se nuk di se çfarë do të bëjë me to. Mungesa e mbështetjes në shteti në garantimin tregut bën që prodhimi të mbetet çdo vit stok. Turshilla thotë se patatet i bëjnë kavalet për t'i ruajtur nga prishja dhe ta shesin gradualisht. Kjo është e vetmja metodë tradicionale që mund të ruajnë prodhimin. Për shkak të mungesës së investimeve, fshati është thuajse i braktisur totalisht. Ne këto s'kemi asnjë të ardhur nga shteti. Asnjë gjë hiç. Me bujqësi, ne pataten e gjo ku shajten, një pjesë kalbë, një fugim pronjave. Toka ti punim me kual, me plug, me parmend, sinkone e jeshme. Ambulante gjoj, jo shkolle, ka për shkimi, asë gjë shkimi në këto. Punë me një bim medicinale, një patate, një gjë ku sheten. Shati e arrush, një gjë që e votimet në bokë bojnë. Mazala njësë mund, një problem shkimi me shmërin punë. Zeni Hamzaj thotë se po të mos ishte bujqësia, asnjë mundësi tjetër nuk ka fshati, ndërsa gjendja ekonomike ka bërë që tokat ende të punohen me kafsh. Ai shton se premtimet që jepen në fushatat elektorale nuk mbahen nga askush. Me patate, me kual, pa mjeta po gjyq, që parment për ato luftës. S'ka trik, ku ka trik? Ku trigu? Ku trigu që i prodhojmë, që këmëqëm. Që kjo prodhmion, punojmë me shkët. Do s'ka mas një ndim që, as një ndim s'ka iq, nuk ka. Ambulant s'ke, spital s'ke. Jo, 8 muajt jenë. Sot, jo si shpajën shumë, po asa për njën sot 20 familje. 6 dojt, 7 dojt. Shumë ka pas, po ka nik, arsia, shëve vetëma. S'ke, as shkollë, as spital, as fuqish. A vësh, që ka nik. Arsia kësaj, që. Banorët e Popinarit shpresojnë që shteti dhe pushteti vendor të kthejnë vëmendjen edhe tek ata.